Ajo që i takon njeriut është që të di, domethënë se si të sillet me Allahun subhanahu wa taala dhe të shfrytëzoj këto momente dhe këto mirësi që ja ka dhënë ai atij. Dhe kjo është cilësi e besimtarit të vërtet, siç transmeton Muslimi nga Suhejb ibn Sinani radiallahu anhu, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, është ajaban li amri al-mu'min, in amruhu kulluhu lahu khair, është e çuditshme çështja e besimtarit vërtet. Çështja e tij është e tëra hajër për të, e tëra është në mirë të tij. Dhe wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Dhe kjo nuk është për askënd përpos për besimtarin. Domethënë vetëm besimtari ka mundësi që çdo moment i tij të jetë në hajër për të. E si ndodh kjo? E sqaron Allah i ky pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e sqaron këtë duke thënë in asabet husarra shakar. Thot nëse godet një e mirë, e falenderon Allahun subhanahu wa taala, fa kana khairan lah, dhe kjo është mirë për të, është në dobi të tij, do të shpërblehet për këtë. Wa in asabathu darra sabr fa kana khairan lah, dhe nëse u godit një e keqe, një musibet, një fatkeqësi, thot ai bën sabër, duron, dhe edhe kjo është mirë për të. Domethënë për besimtarin e vërtet, çdo çast që e kalon ai në këtë jetë është në dobi të tij.